Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Shpresoj që po kaloni bukur dhe tani po argëtoheni me familjet tuaja dhe duke parë në fakt ngjarjet më të fundit se çfarë po ndodh në Big Brother. Siç duket, ashtu siç e kemi komentuar, loja është bërë shumë e tensionuar. Banorët më tash kanë filluar që gjërat t'i privatizojnë, do me thënë ta marrin lojën në private, luftat po rriten, dinamikat po rriten dhe ndoshta gjërat ashtu siç i mendojnë për t'i thënë në sy, janë tashmë në kohën që duhet thënë. Natën e sotme, dinamika mes Selinës edhe Rogertit ka vazhduar përsëri. Do me thënë është një dinamik, është një ngjarje që ka nisur që natën e mbrëmshme, apo më konkretisht që pas përfundimit të prajmit, dhe vazhdon aktualisht në shtëpinë e Big Brotherit duke ofenduar njëri tjetrin. Nga fjalët më të rënda, nga fjalët më të pista që realisht unë jam befasuar që produksioni nuk ndërhyri me zartëzi në gjithë këto ofendime që janë thënë brenda kësaj shtëpie. Ndoshta janë ofendime që janë përmendur apo janë thënë për 5 vite me radhë. Tani si qëndron puna? Normalisht, për t'i dalë në krah Selinës, ashtu siç edhe ai e ka pëlqimin për të, ka qenë sonte Gimbo. Por Gimbo nuk është përfshirë shumë në për debate, nuk është një personazh që në fakt i trillon debatet për ditë me radhë, por është një njeri që atë që ka të ta thot aty, dhe gjithçka e përfundon aty, vazhdon dhe shikon punën e tij. Por në këtë rast, ofendimet nga ana e Rogertit nuk kishin të ndaluar. Unë e ndoqja situatën me shumë vëmendje. Selina po grindej me Rogertin në verandë, Rogerti dhe Juela po ofendonin, po degradonin, po nënçmonin jashtëzakonisht shumë Selinën, dhe ishte Gimbo ai i cili u përfshi në këtë debatin ku Rogerti ndërhyri duke i quajtur si një djalë pa vlerë dhe duke i thënë që ti je një personazh që nuk e kupton që do të digjesh nga Selina. Në fakt ai më herët e përmendte Mirin, por tani nga që Miri është në aleancën e tij nuk e përmendën, por i tha që ti Selina po të përdor. Gimbo u acarua në atë moment dhe filloi duke e gjuajtur Rogertin me fjalë. Rogerti i tha që ti do të hapësh syt, je një personazh që je kot, nuk e vler, nuk je duke bërë asnjë lloj loje dhe thjesht ke rënë në grackën e Selinës, që Selina të rrotullon si të don ajo vetë, do të thënë të çon herë në të majt e herë në të djathtë. Tani, unë mendoj që Gimbo duhet pak të aktivizohet. Për këtë gjë ka të drejtë Rogerti. Por që në momentin e parë kur Gimbo ka arritur në shtëpi dhe mendoj që mesazhi që në Big Love sonte erdhi, që ishte një mbështetje nga ana e Gjestit për Gimbon, mendoj që e trëmbi pak Rogertin dhe ja nguliti në kokë që përpos Mateos që merresh, Brikenës që merresh, Selinës që merresh, mos e haro që dhe DJ Gimbo ka një suport jashtëzakonisht të madh jashtë. Do me thënë, ka njerëz të cilët e duan, e admirojnë edhe e mbështesin. Dhe ndoshta ky suporti që i erdhi nga një banor i cili ka qenë strateg, i cili ka patur fansa të çmendur, për një banor që u ngrit në këmbë një shqiptari e tërë, mendoj që kjo pjesa pak e preku Rogertin, e trëmbi në një farë mënyre, dhe Rogerti shfrytëzoi situatën për ta goditur DJ Gimbon dhe për të luftuar në këtë lojë apo për ta rrozuar në një farë mënyre autoritetin e tij brenda lojës. Unë mendoj që DJ Gimbo tashmë ka filluar t'i kuptojë ca gjëra, sepse ai e pa që shtëpia u nda më dysh, Miri e uren, është xhelos për të, një lloj urrejtje që tashmë po transmetohet edhe nga ana e Rogertit. Rogerti që në fillim, domethënë, ka patur përplasje të ashpra me Gimbon dhe mendoj që Gimbo në asnjë mënyrë nuk do ta toleron që banorët e tjerë ta cënojnë Selinën.
Ai nuk bëhet pjesë shumë e debateve, sepse ai dëshiron që debatet e Selinës t'i ndanë vetë Selina, do të thënë Gimbo ka logjikuar që një ditë do të largohet nga shtëpia e Big Brotherit, nuk do të jetë afat gjatë aty, do të thënë qoftë si fitues apo qoftë si banor i eliminuar nga publiku, dhe ndoshta dëshiron që atë mbështetjen e madhe, ndjesinë e madhe Selinës t'ia jep jashtë shtëpisë së Big Brotherit, jo aty brenda. Tani, unë mendoj që Selina, deri në këtë pikë, duke treguar atë afrimitetin, duke treguar atë mbështetjen, edhe pse Rogerti thotë që po të përdor, edhe pse Rogerti sonte e quajti Gimbon një djalë torollak, më falni në shprehje, kështu ja tha, do të thënë një djalë që nuk dihet të kupton, unë mendoj që Gimbo është aq i zgjuar për ta kontrolluar situatën dhe për ta kontrolluar veten. Nëse Selina u duk sikur po bënte një lojë me Mirin për ta futur Gimbon në mes, jo. Ajo mendoj që thjesht e pëlqente Gimbon dhe nuk dinte se si ta largonte Mirin. Dhe për të qëndruar sa më afër me Gimbon, ajo e përdori mekanizmin e informacionit të shkëlzenit në dhomën e akuariumit, edhe e largoi Mirin që në atë moment, dhe do të thënë qëndron e ftohtë edhe stoike me Mirin, duke mos patur fare respekt për të. Ndërsa Greta në këtë rast besoj që është dhe duke që është shumë e lumtur që Selina ka ndërtuar një rrugtim të bukur me Gimbo, sepse ajo, siç duket që nga jashtë, e ka preferuar që Gimbo të jetë partneri i Selinës. Tani, pse Rogerti e ka frikën me Gimbon? Me patjetër, sepse e shikon në krah të një banores shumë të fortë, konkretisht e shikon në krah të banores që Rogerti ka luftën më të madhe, nuk dëshiron që Gimbo të jetë pjesë e prajmeve të mbizotroj, sepse Gimbo nuk është personazh, më duhet ta them edhe një herë, që flet shumë, por di mënyrën se kur të çohet në këmbë si të godet. Dhe mendoj që ka një lloj zjuarësie dhe nuk toleron që askush ta përdor brenda kësaj loje. Tensionet janë rritur shumë. Loja ka dalë më tash komplet nga konotacioni, do të thënë vetëm lojë nuk kam aty, nga mëngjesi deri në darkë ka vetëm ofendime, ka vetëm denigrime, ka vetëm poshtrime, që banorët nuk maten se çfarë i thon njëri tjetrit, dhe unë mendoj që Gimbo tani, do të thënë se pasi që Rogerti është duke i studiuar banorët dhe në çdo 4 ditë, sepse aq ka nga prajmi në prajm, godet nga një banor, mendoj që nga e shtuna që të përfundon prajmi, nga e diela deri të martën, do merret duke goditur Gimbon, sepse tani më e ka në qendër të vëmendjes. Se mendoj që të shtunën do të flitet aq shumë për Rogertin edhe për Selinën që kanë bërë luftën e madhe dhe nuk do të jetë, do të thënë, nuk do të jetë më Selina ai që Rogerti do të krindet. Me patjetër që Selina do të futet në debatet e Gimbos, sepse është pak më e gjallë në këtë aspektin, por unë mendoj që tani Rogerti është duke ia vënë syrin Gimbos dhe dëshiron që ta përçajë marrëdhënien mes Gimbos dhe Selinës.